Një stamp aktish e kthyer në laborator të mirëfill të kultivimit të kanabisit është ky zbulimi i prokurorisë së Lezhës që pas disa muaj shëtime ka përfunduar dosjen penale ndaj vëllait të deputetit të Partisë Socialiste Eduard Ndreca, duke e çuar çështjen në gjykat. Sipas të dhënave nga grupi hetimor, objekti i përdorur në një zonë të thellë malore të Mirditës ishte improvizuar një ambient i mbyllur me ndriçim artificial dhe sisteme ventilimi për kultivim me kushte laboratorike të bimës narkotike kanabis sativa. Rreth 400 rrënjë kanabis janë gjetur brenda godinës gjatë operacionit të forcave të rendit, të gjitha në fazë të ndryshme të rritjes. Sipas prokurorisë, kjo tregon një aktivitet vazhdueshëm e të mirë organizuar, jo një kultivim të rastësishëm apo individual. I dyshuari është vëllai i deputetit aktual Partisë Socialiste Eduard Ndreca, por nga hetimet nuk ka indicie për përfshirjen e këtij të fundit në aktivitetin kriminal. Prokuroria e Lezhës thekson se veprimet janë kryer mbi bazë të provave të grumbulluara gjatë hetimeve dhe jo në bazë të lidhjeve familjare të pandehurve. Pritet që çështja të kalojë për shqyrtim gjyqësor në gjykatën e Lezhës kundaj të akuzuarit rëndon vepra penale, kultivim me bimëve narkotike kryer në formën e posaçme dhe me kushte të veçanta teknologjike që përbëjnë rrethana rënduese. Ky nuk është rasti i parë që lidhje familjare të politikanëve lidhen me veprimtari kriminale, por deri tani nuk ka asnjë reagim zyrtar nga Partia Socialiste për këtë zhvillim.